Në 24 maj 1944, në qytetin e Përmetit, nisën punimet për Kongresin Antifashist të Lëvizjes Nacional Çlirimtare Shqiptare. Në historinë shqiptare, ky kuvend mban emrin e njohur si Kongresi i Përmetit dhe përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe vendimtare të luftës antifashiste të popullit shqiptar. Kongresi rikonfirmoi dhe konkretizoi vendimet e hedhura më parë në konferencën e Pezës në shtator të vitit 1942, duke vendosur themelët e organizimit politik dhe shtetëror të Shqipërisë së pas luftës. 24 maj është një ndër datat më të shënuara në historinë tonë kombëtare, kur Përmeti u shndërrua në zemrën e vendimarrjes për fatet e vendit. Sot kjo ditë përkujtohet me nderim si simboli i unitetit, guximit dhe shpresës së një populli që luftoi për liri. Në këtë përvjetor të 81, qindra pjesëmarrës, mes tyre veteran, pasardhës të dëshmorëve dhe qytetarë nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë, mbërritën në Përmet për të festuar këtë datë historike. Në tingujt e këngëve partizane u vendosën kurora dhe buqeta me lule në monumentin simbol të Kongresit, pikërisht aty ku u mbajt kuvendi i vitit 1944. Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu Muzeun Historik të Kongresit, ku janë ruajtur dokumente dhe artefakte të çmuara që dëshmojnë për rolin e këtij kongresi në historinë e Shqipërisë. Në këtë ditë përkujtimore nuk munguan fjalët për komandantin e luftës nacionale çlirimtare Enver Hoxha dhe për brezat që guxuan dhe sakrifikuan jetën për liri. Kongresi i Përmetit dhe lavdia e atyre që luftuan për çlirimin e atë dheut mbeten të gdhendura në ndërgjegjjen historike të kombit shqiptar.